Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit të Disha Podcast, më mirë të dyja. Jemi në fakt në episodet e fundit të serive të këtij podcasti, i cili fokusin kryesor ka fondin e pensionit privat, dhe sot kam të ftuar për ta kaluar pak më konkretisht temën dy studentë, të cilët përfaqësojnë besoj më së miri brezin i cili po zhvillohet dhe urojmë që të jetë një brez me ide të qarta për sa i përket financave. Kam kënaqësinë të kem Korina Rizaj dhe Megisa Sheu. Nga një prezantim të shkurtër për secilin, çfarë studioni, çfarë viti jeni? Përshëndetje, kënaqësi të jem në studio. Unë studioj tek Fakulteti Marin Barleti në vitin e tretë, marketing dhe marrëdhënie me publikun e publicitet. Është një degë miksuar ndërmjet shkencave sociale dhe shkencave eksakte, në të cilën përfshihet marketingu si pjesë e departamentit të ekonomisë. Shumë suksese. Përshëndetje, unë jam Megisa Shehu, gjithashtu studioj me Korinin në të njëjtin fakultet për marketing, marrëdhënie me publikun dhe publicitet. Kënaqësi të jem këtu me juve sot. Kënaqësi shumë edhe për mua t'ju kem të dyve. Për ta nisur thjesht, më flisni pak për marrëdhënien tuaj me financat. Keni qenë më herët në marrëdhënie pune, qoftë edhe në internship ndoshta me pagesa minimale, të themi për tregun. Patjetër. Aktualisht mundësit janë tepër të gjëra edhe për brezin ton që të përfshihemi gjatë shkollës në punë të ndryshme si internshipe, qoftë në përputhje me degën ton, qoftë edhe diçka pak më ndryshe. Unë personalisht kam filluar të punoj, pra kam prekur në tregun e punës, në hapat e mi të parë, biznesin familjar, i cili është në profilin e një kompanie distribucioni. Aty kam bërë punë të thjeshta, duke filluar që nga puna magazinore, tek operacionalja, shpërndarja në treg të produkteve, më pas kam kaluar dhe në sektorin financiar. Kam prekur më shumë procese iterative, le të themi, procese përsëritse, të hedhjes së financave, të llogarive, dhe më pas kam kaluar në një fushë krejt tjetër, duke u marrë më së tepërmi me sektorin e shërbimit klientit. Kam punuar në një call center i cili ishte i lidhur me një kompani amerikane dhe aktualisht jam duke kryer një praktik internshipi tek Scan TV. Shumë mirë, një hyrje shumë e mirë për moshën, duhet thënë, edhe të përgëzoj shumë Korin. Faleminderit. Unë aktualisht jam në marrëdhënie pune, do doja të isha futur në tregun e punës edhe më herët, por gjithsesi për kaq kohë sa kam qenë kam pasur eksperjenca të ndryshme pune. Aktualisht punoj në profilin tim, edhe shpresoj që kështu do të vazhdoj. Shumë mirë, shumë suksese. Faleminderit. Për të kaluar pak më tepër tek marrëdhënia financiare, si e keni ju marrëdhënien me paran? Të fillojmë nga Megisa. Të them të drejtën, jam njeri që nuk shpenzoj shumë. Domethënë, arrit ta menaxhoj edhe ta kursej. Kështu këtë kam bërë që pasi u futa vetë në tregun e punës, edhe realisht kam një marrëdhënie shumë të mirë me paran. Arrit ta menaxhoj, të di se çfarë duhet kursyer, sa të shpenzoj, domethënë për këtë jam okay. Shumë mirë. Personalisht mendoj se marrëdhënia ime me paran ka ndryshuar shumë me kalimin e viteve. Në një moshë të vogël, çdo shpenzim financiar neve na mundsohet nga familja. Pra, vlera e paras nuk është kuptuar atëherë siç kuptohet sot. Kështu, në të ardhmen më është dashur që nëpërmjet praktikave të mia të punës, nëpërmjet le të themi deri diku pavarësisë financiare dhe dëshirës personale për të qenë i pavarur financiarisht, e kam kuptuar më së miri vlerën e paras dhe kam vlerësuar faktin se paraja duhet kursehet në mënyrë që të jetë investimi të ardhmes dhe të mos jetë thjesht një fitim momental. Nuk kuptoj. Për ta lidhur pak më tepër Korin shpenzimin me kursimin, si ka shkuar, në çfarë raporti? Arrin ti planifikosh shpenzimet e tua mujore? Le të themi që deri diku po. Marrëdhënia mund të jetë 50-50, 50 me 50, për arsye se mendoj se në brezin ton dhe në epokën financiare në cilën neve jetojmë, i kemi krijuar vetes shumë shpenzime të reja, në cilat nuk të jepet dhe aq mundësia që ta parashikosh gjithmonë, por ka raste që ndodh edhe shpenzimi spontan. Pra, unë mendoj se përpiqemi që ta kursejmë paran, por sipas meje mënyra më e mirë për ta kursyer paran është ta dërgosh në një llogari
kursyese dhe mos ta shikosh më atë shumë. Ta harrosh se e ke. Ta konsiderosh sikur nuk e ke. Ta harrosh se e ke. Për të kaluar tek shërbimet bankare, paga juaj, ndoshta në ato pak marrëdhënie pune që mund keni pasur, besoj është kredituar në bank. Sa shpesh i keni përdorur shërbimet bankare? Çfarë qasje keni kundrejt bankave dhe institucioneve financiare që janë në Shqipëri? Shërbimet bankare janë të përhershme. Në çdo kompani ku unë kam punuar ka rastisur që banka me cilën kam qenë i lidhur ka qenë Credence, kështu që gati le të themi çdo ditë unë i përdor shërbime bankare dhe mundohem që paratë mia ti kursej mos tepërmin brenda në kartë. Nuk mbaj shumë cash me vete, le të themi. Shumë gjë e mirë në fakt për brezin që të kalojmë tek cashless, në kuptimin që çdo shërbim ta marrim me kartat. Për ty Megis? Është e njëjta gjë, dhe unë domethënë pothuajse i përdor për ditë shërbimet bankare, edhe e gjej edhe më komforte se sa të përdor dhe të mbaj cash. Domethënë është diçka më komforte dhe më e sigurt duke përdor. E vërtet. Po. Për ta lidhur pak edhe me atë që Korini cepu më herët, që kursimet e tuaj ruan në një llogari bankare ose në një depozit kursimi, po themi, që ta konkretizoj më mirë si produkt financiar. Kjo është më optimalja. Jeni në dijeni që ekziston një produkt tjetër financiar i cili si koncept kryesor ka investimin afatgjat, kursimin afatgjat, i cili është fondi i pensionit? Keni dëgjuar më herët, ndoshta edhe nga mënyra se si janë marketuar fondet e pensionit në Shqipëri? Më ka rastisur të dëgjoj disa herë, por nuk kam një informacion, le të themi, shumë të gjerë. Paçka se di që sigurimet shoqërore janë disa kontribute që paguhen automatikisht nga paga jonë. Dhe përsa i përket sektorit të fondit për pension, kam dëgjuar se kjo pagë nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore kalohet nëpërmjet nesh tek pensionistët aktual. Do të thotë që kontributet që ju paguani, të gjithë paguajmë nga paga aktualisht, është skema e solidarizimit të brezave, që ne paguajmë kontribute sigurime shoqërore dhe shëndetësore, të cilat shkojnë pastaj për pensionin e moshës së tretë, që janë aktualisht në moshën ligjore të pensionit. Po ka dhe një gjë që pjesa më e madhe ose një pjesë e mirë të rinjve nuk e kanë, domethënë, mirë iden se çfarë është, po, dhe informacione se çfarë janë fondet e pensionit edhe cili është ndryshimi midis kontributeve, po. Për t'ju qartësuar pak te kjo pjesa, fondi i pensionit privat është një produkt financiar afatgjat tek i cili ju paguani kontribute mujore nga paga juaj, ndryshe nga ato që mbahen automatikisht për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, kontribute këto të cilat juve pastaj mund t'i tërhiqni, i kurseni për gjatë viteve të punës dhe bëhen gati për të tërhequr në moshën ligjore të pensionit. Është një produkt shumë i mirë kursimi dhe investimi afatgjat, është shumë mirë i ndërlidhur midis të dyjave, sepse me kontribute të vogla mund të paguani për të kursyer për moshën tuaj të pensionit. Çfarë mendimi keni për këtë produkt financiar tani? Ndoshta edhe me aq sa që mund të keni hasur dhe në media sociale për reklamimin që mund të jetë bërë si produkt. Patjetër. Ky koncept duket se është interesant për brezin ton, për arsye se është një investim i të ardhmes, është një aset, le të themi, i sigurt. Mendoj se të gjithë brezat duhet solidarizohen duke menduar sigurisht edhe për zhvillimin shoqëror që ky produkt financiar jep, por edhe për të ardhurat personale. Mendoni se të rinjt sot mendojnë dhe kanë fokus tek pensioni? Nga ai sa që mund të dëgjojnë, apo jeni... Jo shumë, duke parë nga vetja, do me thënë që jemi më shumë për të kursyer momentalisht. Se sa për ta parë në një formë afatgjate. Do me thënë, pjesa më e madhe, nuk po flas vetëm për veten, po duke nisur nga vetja, ne fokusohemi më shumë tek çfarë po bëjmë momentalisht, do me thënë kursimet që po bëjmë momentalisht e jo në një stad më të largët. Vjen dhe prej moshës, vjen dhe prej faktit që jeni akoma me studime, po kam bindjen që do ndryshoj me vitet. Patjetër. Kurse unë kam një mendim që kalon në një dimension tjetër. Sipas meje them se shumica e brezit mendon tek investimi privat më shumë se tek investimi shtetëror. Kështu që shpresat e tyre janë më shumë tek biznesi personal dhe nuk janë tek ajo çka do vlerësohen mbasi të arrijnë një moshë të caktuar për të ardhmen. Pra nuk e shohin si një investim shumë me shumë rëndësi, duhet të thënë. Optimist ose me shumë rëndësi.
Nuk e vlerësojnë shumë sigurimin e të ardhurave në këtë kuadër. Okay. Korin, nëse do të kishe mundësi që të kurseje një kontribut të vogël, një shumë të vogël çdo muaj, por me kontribute të rregullta, pra që të kishe një disiplinë, po themi, në pagesën e këtyre kontributeve, për fond pensioni, i cili të siguron ty një të ardhme më të qetë. Do ta konsideroje ide të mirë nisur dhe nga momenti ku je dhe nga aq eksperjenca pune sa mund të kesh pasur. Po, mendoj se do të ishte një ide mirë graduale, do të ishte një investim që sado pak unë të le të themi të kontribuoj në këtë nismë financiare, mendoj se do të krijonte një disiplinë dhe kulturë. Një kulturë financiare. Në cilën mendoj se do të motivoheshin edhe shumë njerëz të afërt të rrethit tim apo dhe një pjesë e madhe e brezit. Nëse një njeri fillon të mendoj për kursimin për moshën e pensionit, që nga fillimet e karrierës së vet, çfarë avantazhi mendoni se do të ketë? Qoftë edhe pas disa vitesh. Avantazhi më i madh është koha. Nëse ti nis më herët, sigurisht që pas një periudhe më të gjatë, po do të kesh më shumë të mbledhura, më shumë të ardhura, që i ke të siguruar aty për çdo shpenzim që ti mund ta kesh të domosdoshëm apo edhe jo. Në bazë të asaj që tha Megisa, unë do të cek pak një temë, le të themi, më pesimiste, duke e parë në këndvështrimin e mundësisë shqiptare. Ndër vite, jo vetëm gjenerata jonë, por shumë gjenerata kanë le të themi një mikrob i cili është padurimi. Padurimi për të fituar. Neve tentojmë që të zgjedhim ato punë të cilat të fuqizojnë më shpejt financiarisht. Dhe kjo e bën gjeneratën tonë apo dhe generatat e shkuara të mos investojnë në një produkt afatgjat, le të themi. Dhe sipas meje, ky lloj këndvështrimi është i gabuar, për arsye se investimi financiar, investimi në fondin e pensionit si produkt, që edhe ju cekët dhe përmendët, për mendimin tim janë një formë shumë e mirë për të patur një zhvillim afatgjat financiar, që cek si kulturën, ashtu dhe disiplinën financiare. Është pak ajo që përmendi dhe Korini, te krijimi i një kulture financiare, që ti krijoni disiplinë për kursimin tënd. E kuptoj shumë qartë edhe pjesën që kursimi për pension mund t'ju duket shumë herët. Në fakt, siç edhe e përmendët, që brezi i sotëm e shef shumë larg pensionin. Mirë, po në të njëjtën kohë, duke qenë se janë kontribute të vogla mujore, nuk ju prekin, po themi, nuk ju cënojnë atë shpenzimin tuaj mujor për gjatë viteve, dhe ju mund ta vendosni si të doni këtë kontributin, ndërkohë që përfitoni në një moshë të caktuar që është mosha e daljes në pension. Pra avantazhi kryesor është, siç e përmendi dhe Megisa, koha ka një rol shumë të rëndësishëm tek fondi i pensionit, sepse sa më herët fillohet, aq më mirë një njeri, qoftë edhe që në fillimet e karrierës së vet, krijon një perceptim shumë të qartë për produktin dhe e mendon si një gjë shumë pozitive dhe për të ardhmen e vet, në mënyrë që të ketë një pension dinjitoz. Për ta vejuar dhe mendimin e Megisës, ke një mesazh ndoshta për të rinjt që po na dëgjojnë këto momente? Mesazhi im për të rinjt është i qartë dhe i shkurtër. Kontriboni sa më shumë te kasetet dhe mos harroni se investimi financiar nuk është momental, por është kursim për të ardhmen. Atëherë, unë mendoj që duhet të nisi sensibilizimi dhe mësimi që nga moshat e reja për sa i përket kursimit afatgjat dhe fondit të pensionit. Shumë faleminderit për pikpamjen tuaj dhe që ishit me mua sot. Faleminderit juve. Faleminderit gjithashtu. Gjithashtu, bashkë do të dëgjojmë në episodin e radhës që është i fundit për serinë tonë të fondit të pensionit privat. Deri atëherë, mirupafshim.